Policia e Shkupit deri në prokurorinë themelore ka paraqitur kallëzim penal kundër ushtrues detyre drejtori i higjienës komunale Sabahudin Rustemi dhe përgjegjësit për mbeturinat në të njëjtën ndërmarrje Akis Saiti në ndyshimin për kryerjen e veprës penale rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Sipas Ministrisë së Brendshme, të dyshuarit kanë vepruar së bashku në kundërshtim me ligjin për menaxhimin e mbeturinave, si dhe me detyrimet e parashikuara në programin operativ për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave. Со пропуштање на целосниот надзор на собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад, како и со непрописно управување со отпадот, тие овозможиле во текот на месецов да се соберат мали депонии на јавни и сообраќајни површини во близина на предвидените садови за собирање комунален отпад, со што предизвикале значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот и водата и го довеле во опасност животот и здравјето на луѓето од предизвикување заразни или други болести. Këto dyshime, siç kumtoi zëdhënësi i MPB-s dhe prokuroria, janë konstatuar dhe verifikuar edhe nga inspektimet e jashtëzakonshme për mjedisin jetësor, si dhe nga mendim ekspertësh mbi ndikimin e mbeturinave në shëndetin publik dhe mundësinë e përhapjes së sëmundjeve infektive të lëshuara nga Instituti për Shëndet Publik. Për shkak të rrezikut të ndikimit ndaj dëshmitarëve dhe mundësisë për përsëritjen e veprës, prokurori publik i ka dorëzuar gjykatës themelore penale të Shkupit propozim për caktimin e masës së paraburgimit për të dy të dyshuarit. Rustemi dhe Saiti u ndaluan nga policia pas ditën e 27 tetorit. Sabahudin Rustemi, drejtori i higjienës komunale, është emëruar më 29 janar 2025 nga kryetaria e Shkupit Daniela Arsovska. Nga 2017 deri në 2021 ka mbajtur postin e drejtorit të ndërmarrjes publike Saraj, ndërsa në periudhën 2023-2024 ka qenë zëvendës drejtori i ndërmarrjes publike, parqe dhe gjelbrime në Shkup. Kryetaria e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska reagoi pas arrestimit duke i quajtur këtë veprim një përpjekje të regjimit të Mickoskit dhe MVR-s për të mbjellë frikë para raundit të dytë të zgjedhjeve.